Territori i Kosovës për datën 30 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta me mot të kthjellët dhe vranësira të lehta kalimtare pa rreshje të rëndësishme. Paradite pritet mjegull lokale në disa ultësira, ndërsa pasdite intervale të gjata me diell në shumë rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 30 tetor 2025 pritet të jetë i ulët nga 2 deri në 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 30 tetor do të jetë në orën 6, ndërsa perëndimi në orën 16:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 5 deri në 14 gradë Celsius. Podujev 4 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj 5 deri në 14 gradë Celsius. Pej 6 deri në 15 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 15 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 15 gradë Celsius. Malishev 5 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan 5 deri në 14 gradë Celsius. Ferizaj 5 deri në 14 gradë Celsius. Kaçanik 5 deri në 14 gradë Celsius. Suhare 6 deri në 15 gradë Celsius. Prizren 7 deri në 16 gradë Celsius.